i gjithë opozitës, analiza e cila ka filluar tashëm dhe puna në terren, sepse mund të ndodhin që ke qeveri teknike, por vota e popullit është ajo që përcakton fitoren e opozitës apo të forcave politike nesër. Kështu që unë mendoj që ka ardhur koha e një pune të madhe në bazë. Unë që po ju flas, po ju them që të gjithë e dinë, nuk ka lagje qyteti, nuk ka fshat, jo vetëm në Kutshov, po dhe në qarkun e Beradit, po të pakën tani po merrem më shumë me Kutshov dhe me zonën e Lapardas dhe Totlakut, që unë nuk kam shkelur dhe që nuk kam prekur, sa që njoh me fise, njoh problemet, hallet e tyre dhe çfarë ndodh. Kështu që opozita duhet të prekin interesat e qytetarëve, duhet të motivojë qytetarët, duhet të japim besim, shpresë atyre, duhet të riorganizohet vetë, të bashkohet vetë në mënyrë që të fitojmë zgjedhje, sepse 13 vjet në opozit është, po e them në kuptimin figurativ, dekepruese për opozitën, dhe Partinë Demokratike. Ligjit, të ndalim tani tek një lajm i minutës së fundit, bëhet fjalë për një reagim nga ana e gjykatës kushtetuese, ku ka përgënjeshtruar kështu kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, pasi ka theksuar më herët që është diktuar nga Rama, pikërisht gjykata kushtetuese për çështjen Balluku. Gjykata kushtetuese thekson se pretendimet janë tërësisht të pavërteta, por çfarë thot ajo në njoftimin e saj? Gjykata kushtetuese risjell në vëmendje se bëhet fjalë për një procedurë gjyqësore kushtetuese në vijim e sipër dhe se në datën 22/2026 do të marrë në shqyrtim në seancë plenare publike çështjen me kërkues Kryeministri i Republikës së Shqipërisë dhe subjektet të interesuara, Presidentin e Republikës, Kuvendin dhe gjithë institucionet e posaçme që janë pikërisht pjesë e saj. Për të garantuar procesin e rregullt sipas standardeve kushtetuese dhe për të shmangur çdo mundësi paragjykimi, qoftë edhe në duke, ftohen të gjithë aktorët dhe personat e përfshirë në këtë diskutim publik që të tregohen të matur dhe të kujdesshëm në deklaratat e tyre, duke mos përgojuar gjyqtar individual apo institucionin e gjykatës kushtetuese në tërësi. Gjykata kushtetuese rithekson për kushtimin e saj për ushtrimin e funksionit kushtetues me transparencë dhe respekt të plotë të procedurave kushtetuese ligjore, duke i bërë përsëri thirrje të gjithë aktorëve për respektimin e integritetit dhe autoritetit të saj me qëllim sigurimin e besimit të publikut dhe garantimin e pavarësisë së vendimmarrjes gjyqësore, të cilat në asnjë rrethant nuk duhet të ndikohen nga çdo keq informim për publikun apo nga cili do subjekt të vijë ai. Ky është një reagim i bërë në kuadër të deklaratës së kryedemokratit të Berisha, i cili ka theksuar më herët që është pikërisht kjo ngjarje, pra ky proces është diktuar nga kryeministri Edi Rama dhe që sipas zotit Berisha vijohet me zhvillimin e saj sipas urdhrit të dhënë nga kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, ky është reagimi i bërë nga gjykata kushtetuese pikërisht për përgënjeshtrimin e bërë në lidhje me këtë deklaratë nga kryedemokrati Sali Berisha. Në fakt, me ligj, kjo është një çështje e cila padyshim është komentuar shumë, që lidhet edhe me pezullimin nga detyrat të zonjës Balluku. Ndërkohë, Partia Demokratike vijon që të kërkojë mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit pikërisht për të vijuar me procedurën. Gjykata kushtetuese nuk mbrojti Ballukun, por mbrojti drejt për drejt Ramën, sepse veprimi dhe vendimi i prokurorit Kurajoz për mua, Dritan Premçit, të cilit unë i kam bërë thirrje në disa studio që duhet të ruhet dhe në një kombinacion apo në një kurth që mund t'i bëj ky kryeministër kryemafioz, për ta degeneruar dhe për ta nxjerrë në publik me fjalë si njeri jo të drejtë, dhe mendoj që gjykata kushtetuese me presionet që bëri zoti Rama, drejt për drejt dhe gjykatës kushtetuese, mbrojti drejt për drejt me fjalë Ramën, sepse po i vjen radha, dhe mbrojtja që po i bën Ballukut, edhe me parlamentin, me votat, me kartonat e veta, duke shtytur, tregon që po i vjen radha atij që do thirret, dhe po u mori pandor një prokuror i SPAK-ut, mund të kërkojë shkarkimin e tij, heqja e imunitetit të gjitha merat. Tani, sot ka bërë kryetari i parlamentit, i ka çuar përgjigje Partisë Demokratike, cila ka bërë thirrje për të mbledhur Këshillin e Mandateve, dhe i ka thënë pa afat, ndërkohë që 5 ditë kohë ka kërkuar me fjalë për të lexuar dosjen, ndërkohë që kanë kërkuar 3 javë avokatët, deri në 3 javë avokatët e tij, Partia Socialiste thot pa afat kur ti lexoj, kur të bindet Balluku pra në detyrë. Ç'është kjo me 2 standarde? Ndërkohë që Arben Ahmeta i iku, u fsheti edhe u morën e tim, ndërkohë që gjithë ministrat e tjerë, Lefter Koka, Beqa, e të tjerë kryetar bashkisë e me radhë ndodhe kundërta,
ndërkohë që me zotin Meta përsëri e njëjta histori, ndërkohë që me zotin Erion Veliaj vajtën e morën me fjalë me duar në xhep apo të paktën e morën dhe u krye një standard tjetër dhe zoti Veliaj dosje të madhe voluminoze kishte me radhë dhe kjo tregon që këmbanat bien për zotin Rama, iku sheve kabinetit, ka ikur Endri Fuga, Agaçi po thonë që është drejt ikjes. Në kuadër të thashethemeve. Jo, s'janë thashetheme, ka të dhëna që pranë Spakut janë disa zyrtar të FBI-s apo të CIA-s amerikane, pra ndërkombëtarët janë ata që po drejtojnë sot Spakun dhe unë besoj që Rama ka rënë de facto, duhet thjesht një mobilizim edhe i opozitës, ndërkohë që faktori ndërkombëtar e di shumë mirë që Rama është i lidhur me kartelet, krimin organizuar, me Agasin e famshëm, 4 milion euro vetëm në një dhomë, imagjino që ndodh rrëmbehet atje me apo sa përgjime ka dhe zonja Balluku përgjime, ka Agasi, nuk dihet se ku është Agasi në radhë. Prandaj them që situata është alarmante, opozita duhet të bashkohet, duhet të marrë vendime të prera në janar në mënyrë që kjo qeveri të bjej dhe vendit të kalojë në zgjedhjet parakohshme të përgjithshme dhe të zgjedhje lokale në të njëjtin kohë, dhe kjo është gjë më e mirë, mini shembull nga Kosova. Imagjino ç'a ndodhi, ka lezet Albin Kurti, Vjosa Osmani, ti dëgjosh të dy, njerëz human, njerëz që bëjnë për popullin, të marrin shembull nga njerëz të tillë, politika shqiptare dhe sistemi duhet si në Kosovë. Falenderoj shumë që nisni të program. Mirë, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, ndërsa së bashku takohemi sërish në orën 19 për lënë shoqërinë e programacionit Bota Republik.